Në një intervistë në Aktualitet, analisti Bler Vaka komentoi lëvizjen e fundit brenda Partisë Demokratike, duke u ndalur te veprimet e ish-deputetit Ervin Saliani. I pyetur mbi rolin e tij në dinamikat e brendshme, Vaka u shpreh se Saliani arriti qëllimin e tij politik duke ditur të shfrytëzojë dhe ndjeshmërinë e kandidatëve që ishin në listat e Partisë Demokratike. Lëvizja e Salianit ja arriti qëllimin. Ai doli nga një bllokim politik i cili vinte nga burgimi i tij. Ai kishte nevojë për një oksigjenim politik, u bë lëvizja e tij mediatike, ai mendoi që realizoi qëllimin e vet, nuk pret diçka më shumë nga vetja e tij, nuk e di se si mund ta ketë realizuar dhe se si mund t'i ketë mbushur mendën tjerëve të shkojnë në drejtim të lëvizjes tij, por mendoj që ai kaq ka dashur, ka shfrytzuar ndjeshmëritë të tjerëve dhe të atyre që kanë qenë të zhgënjur në listat e deputetëve. Dhe ka shfrytzuar ndjeshmëritë e tyre dhe ndoshta konfliktet ose hatërmbetjet e tyre me ata si Flamur Noka ose të tjerë që mund të kenë ndikuar tek vendimarrja e listës. Ai theksoi se problemi kryesor i Partisë Demokratike nuk lidhet vetëm me rezultatin elektoral, por me paqëndrueshmërinë e përfaqësuesve të saj, çka sipas tij e bën të pamundur ngritjen e një analize të vërtetë të humbjes. Sipas analistit, Partia Demokratike vazhdon të mbetet në një krizë të thellë identitare, ku secila lëvizje e brendshme shihet më shumë si betejë personale sesa si përpjekje për ngritje politike. Kam bërë dy postime ku pak protagonist ka qenë Flamur Noka, të cilët ndër vite nuk janë konsistent ose nuk janë të qëndrueshëm. Kjo është analizë për të bërë dhe jo për të bërë vetëm në parlament ose në forumet e Partisë Demokratike, por kjo është një analizë e cila duhet bërë tek vetë njerëzit, edhe duhet ta kuptojnë se si rrjedhin këto votat e demokratëve ose qëndrimet e demokratëve në përditshmërinë e tyre politike. Më fal, po ti pranove që po lufton një narkoshtet. Atëherë mbaje qëndrimin tënd dhe lufto kundër qeverisë dhe kundër narkoshtetit. Në momentin që salla do duhej gjithë ajo sallë që u mbush në Durrës, me njerëz të ardhur nga Partia Demokratike edhe nga rrethet, do duhet ishin aty tek sheshi të bulevardit përballë kryeministrisë. Lufta është kundër narkoshtetit, siç pretendojnë edhe demokratët që janë këta që duan analizë dhe diçka. Analizën e Partisë Demokratike po bëjnë në forumet e partive të djatha në përbot, janë miratuar 8 rezoluta nga partitë e djatha, apo jo?